Shkelma, grushte, fyerje dhe një gardiane pa mshirë, Nadica Cepenković doli sot para gjykatës për krime lufte. Ish gardiania e burgët të Lipjanit është paraqitur sot në gjykatën themelore në Prishtinë, ku mbajt seanca fillestare ndaj saj lidhur me aktakuzën për krime lufte kundër popullsisë civile, që Prokuroria Speciale e Kosovës kishte ngritur me 16 janar të vitit 2026. Gjatë kësaj seanca u deklarua e pafajshme për akuzat e ngritura ndaj saj, duke thënë se nuk është fajtore për veprimet që i atribuohen nga gjykata. Qelit e errta dhe të ftohta të burgut të Lipjanit gjatë viteve në 1998-99 ishin vende ku frika nuk pushonte kurrë. Për gratë shqiptare të burgosura, torturat nisnin sa herë që hapi dera metalike dhe në korridor dëgjohej zhurma e hapave të gardianeve. Sipas dëshmive të mbledhura pas luftës, dhuna ushtrohej në mënyrë të vazhdueshme nga gardiana serbe Nadica Cepenković, e cila sipas ishte burgosurave nuk kursente asnjë grua, vetëm se ishin shqiptare. Rrahjet, fyerje dhe keqtrajtimi ishin pjesë e përditshmërisë në atë burg. Një ish e burgosur ka rrëfyer se rrihej me shkop druri deri në Alivanosje dhe se torturat ndaj saj ishin të vazhdueshme. Ndërkohë një tjetër e burgosur kujton se Cepenković sillej pas një mëshirë, duke thënë se të burgosurat nuk i shite si njerëz. Pas më shumë se 2 dekadash heshtje dhe pritje, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur aktakuzë ndaj Nadica Cepenković për krime lufte kundër popullsisë civile për veprimet e saj si gardiane në burgun e Prishtinës, paralelja për gra në Lipjan. Sipas aktakuzës, ajo akuzohet për keqtrajtim sistematik, kanosje për jetë dhe tortura njerëzore me shkop gome, shkelma e grushte deri në Alivanosje, duke u shkaktuar lëndime trupore të burgosurave shqiptare. Kjo konsiderohet aktakuza e parë ngritur ndaj një gruaje nga Prokuroria e Republikës së Kosovës për krime lufte. Edhe pse e vanshme, ajo është pritur me lehtësim nga ishte burgosurat, të cilat shprehen se më në fund ndjejnë se zëri i tyre është dëgjuar. E dyshuara është arrestuar në prill të vitit 2025 dhe aktualisht ndodhet në paraburgim në Kosovë.